Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me ënën e re në Luan, ose ndryshe eklipsi total i diellit ose errësira, që është në pikërisht sot në këtë datë. E gjitha bëhet që energjia e Luanit na fton ne që të shkëlqejmë. Para se të filloj të tregoj disa efekte të kësaj hëne të re në Luan, pra eklipsi i plot i diellit apo errësira e diellit, ndryshe dhe errësira totale e zemrës, sepse dielli përfaqëson zemrën dhe në këtë rast edhe Luani, për të cilën është në diell, është që jo vetëm që është elementi i zjarit dhe udhëhiqet nga vetë dielli, jo vetëm që ne jemi në vitin universal, pra me numrin 1 që udhëhiqet nga dielli, por të kuptoni që është edhe hëna e re në Luan dhe në këtë rast është një eveniment i mrekullueshëm për të cilën para kësaj videos fola edhe për portën e Luanit, për të cilën ndodhen transformime të rëndësishme, ndoshta ju ndjeni që ndiqni këto video, dhe tani është edhe eklipsi total i diellit, për të cilën ne do të ndjejmë ato efektet e nënës re në Luan, që do t'i dëgjoni në këtë video. Para se të filloj, ju lutem, unë ju frymëzoj, jeni ju dhe vetëm ju që e ndjeni dhe rezononi, dhe në qoftë se dëgjoni Dianën korrekt dhe ju do të jeni të lidhur me shpirtin tuaj, pra do të jeni në gjendje të dëgjoni korrekt. Një nga këto mrekulli, unë dua që nëse ju jeni gati dhe e ndjeni në brendësi të thellësisë së zemrës tuaj, bëni këto pyetje. Sipas asaj që ju jeni, është koha, jo vetëm që jemi në vitin e një transformimi të madh, të rëndësishëm të këtij shekullit, por jo vetëm në shoqëri, por edhe nga ana jonë, dhe në këtë rast që të gjithë ju që ndiqni rrugëtimin e Zimit të Shpirtit dhe udhëtimit të tij, mbani shënim këto pyetje, është e drejta juaj. Thjesht unë ju ndihmoj se ky është qëllimi i jetës time, për të treguar që të gjithëve që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Pyetja e parë që ta bëni me hënën e re në Luan, edhe pse nuk e shihni, ajo ka ndikim, sidomos është dhe në Europë, se ndodhet në Spanjë, por pyetja është, kjo hënë e re ka potencial, dhe duke bërë pyetje, ju jeni duke ulur me veten tuaj, duke u vetëdijsuar, dhe pyetja e parë: cilat zakone, bindje apo besime po mbani akoma që nuk ju shërbejnë më? Pra me këtë hënë të re uluni, apo e bëni pyetjen për ndihmë, sepse ne ndihmojmë, ne kurrë nuk jemi vetëm, për këtë të jeni të sigurt. Gjithmonë na është përshpritur dhe na përshpritet, por a jeni gati? Dhe në këtë rast, duke u përgjigjur kësaj pyetje, ju do të vetëdijesoni. Pra ju ndihmojni, ju nuk jeni vetëm. Vetëm a jeni gati? E dyta, si dhe çfarë mund të bëj që të lë mënjan këto modele të vjetra? Dhe e treta, për një pjesë nga ju, apo të gjithë ju që dëgjoni këtë video, a jeni të hapur që të krijoni me mundësitë tuaj për atë që djeg në zemrën tuaj? Që të gjithë jeni unik, që të gjithë uluni, edhe në qoftë se për momentin nuk keni, pra nuk ju vjen ndonjë ide, apo mendim, apo ndjenjë, apo çfarë do lloj zgarravit, sidomos meditar, por jepini përgjigje këtyre pyetjeve. Tani, çfarë do të thotë? Duke qenë se ne kaluam portën e Luanit, nuk do të hyj se bëra një video përpara,
është që e ndjeni që ka një transformim të rëndësishëm, po thuaj se ndjehet kudo, jo vetëm në qenien tonë njerëzore, por edhe në shoqëri. Pra ka ndodhur një ndryshim i rëndësishëm që të gjithë ju sipas asaj që jeni, pra jeni një transformim të ri, të një cikli të ri apo faze sipas asaj që ju jeni. Dhe tani dhe të dëgjojmë efektet e nënës re në Luan, që është eklipsi plot i diellit, se si ndikon tek ne. Mësoni që të gjithë Luani është krijues, Luani është udhëheqës i jetës vet, është që ka vetë besim, është i guximshëm dhe në këtë rast ndjehet tek ju të gjithë, sepse është dhe stina e ndjeshmërisë së lartë, ndjehet tek ju që keni ndryshime dhe gjitha është që ka një lëvizje, pra ka një transformim, ka një lëvizje. Mësoni që kjo vjen sidomos që të gjithë ju që ndiqni dhe jeni që ndiqni hënën, pra i qoftë të re, i qoftë të plot, hap pas hapi, pra çdo se ne do t'i kalojmë që të gjithë hënat e reja dhe të plota, që të gjithë e dini që Dashi thot unë jam, Demi thot unë kam, Binjaku thot unë komunikoj, Gaforia thot unë ndjej, Luani thot unë dua dhe ne jemi, çfarë doni mrekulli, vjen Virgjeresha thot unë analizoj, organizoj, vjen Peshorja thot unë balancoj, vjen Akrepi thot unë dëshiroj, vjen që është dhe mistik, vjen Shigjetari që thot unë shikoj dhe jo vetëm me sy tonë që janë për të parë, por dhe me atë që kupton dhe ndjen nga thellësia e shpirtit. Vjen Bricjapi që thot unë përdor, çfarë përdorim ne? Dhe është Luani që thot unë njoh, unë di dhe së fundi Peshqit unë besoj, kur mos harroni se numri 1 unë jam që është Dashi, është vetja jonë dhe është sidomos me fëmirin tonë të brendshëm, pra që jemi në këtë rast, fëmija i brendshëm është përfaqëson energjinë krijuese, energjinë femrore dhe e fundit është energjia e peshqve, unë besoj që do të thotë ku besoni ju për atë që kërkon të krijosh, të ndërtosh në jetë. Dhe në këtë rast të kuptoni që si në nahën, si dielli, duke qenë se janë puthur, janë rreshtuar, janë puthur me njëri tjetrin dhe ndoshta ju e ndjeni këtë, pra në këtë rast mendja dhe shpirti, pra i keni bërë një punë të mrekullueshëm, ose dhe jeni duke vazhduar këtë rrugëtim, ndjeni që jeni në një fillim të një cikli të ri. Pra është ndoshta ndjeni që keni ide, ndoshta ndjeni që keni projekte. Gjithsesi, kjo mrekulli është që të gjithë ne jemi të sfiduar për të filluar të përdorim krijimtarin tonë, sepse kemi që të gjithë në zemër dhe në këtë rast, ndoshta e ndjeni që diçka në zemrën tuaj djeg dhe sigurisht jemi të ftuar, jemi udhëheqës të jetës tonë, jemi të ftuar të përdorim talentet tona e tjera dhe kjo vjen dhe si rezultat që shenja e Luanit është Luani kërkon të shihet, Luani shkëlqen dhe këtë e kemi edhe ne, sepse na jep edhe kjo hënë e re e rrësira ose eklipsi për të cilin është me të vërtet një aventurë e re për të gjithë ne dhe në këtë rast kjo hënë e re dhe eklipsin e ri na ndihmon që të shprehim veten tonë, na ndihmon që të jemi vetvetja, na ndihmon që të jemi udhëheqës të jetës tonë, ndërtues të jetës tonë, ashtu si ne e duam, le ta krijojmë. Tjetër është që të gjithë ne ndjehet me çdo të re dhe të plotë dhe në këtë rast dhe me eklipsin e plotë të diellit, ju do të ndjeni që pra simptomat e ngjitjes, sepse ne do të ngjitemi që të gjithë, dhe jo vetëm do të ngjitemi për një pjesë në këtë rast në dimensionin e 5, që do të thotë keni hapur zemrën, por dhe për një pjesë nga ju për të cilën djeg në që jeni yll, e ndjeni që jeni yll dhe kërkoni të ndriçoni dritën e vërtetësisë së jetës në lidhje me
vërtetësinë e vërtetë jetës, është që ju mund të ndjeni transformim dhe në këtë rast, në këtë lloj transformimi, ju mund të ndjeni që keni lodhje, ju mund të ndjeni që jeni për një pjesë nuk jeni të tokëzuar mirë pra nëse jetash në këtë tokë, ndoshta ndjeni një gjumë të dobët, të shqetësuar, ndoshta ndjeni që ka një ndjeshmëri të emocioneve, pra nga ana emocionale, ashtu si kurse edhe në lidhje me problemet në stomakun tuaj, sepse stomaku është liria, është pavarësia, është fuqia, është energjia krijuese. Ndërkohë mund të keni dhimbje koke e të tjera, por gjithsesi kjo ndodh sepse shakrat tona janë të hapura dhe në këtë rast është mund të ndjeni që të gjithë jeni unik, që keni një ndryshim. Kjo është e planueshme për arsye sepse jeni në transformim, për atë që ju jeni sipas fazës apo ciklit për të cilën ju ndodheni. Tjetër, në këtë hënë re, duke qenë se është në shenjën e luanit, si çdo shenjë është energjia e luanit që ndikon tek ne. Ndoshta ju e keni këtë energji të luanit dhe nëse ju e ndjeni këtë, ju jeni një person i fuqishëm. Ju e ndjeni që keni një zemër të ngrohtë, sepse është energjia e vetë luanit, ndjeni që jeni krenar, jeni të guximshëm, jeni spontan, jeni që keni vullnet për të vazhduar pas sapi, duke ndjerë atë që vjen nga brendësia e shpirtit tuaj, jeni të guximshëm, ndërkohë besoni në vetvete, jeni udhëheqës dhe mbi të gjitha përdorni talentet tuaj, organizimin tuaj, ndërkohë luani është dhe jo vetëm besnik, por është dhe mbrojtës për njerëzit, për familjen, për fëmijët, për grupin, sepse luani është udhëheq grupin, komunitetin e të tjerë. Ndërkohë është që kërkon të shihet, është me të vërtet krenar dhe i pëlqen luksi, por luksi nuk e do vetëm për vete, por e ndan dhe me të tjerat, pra e ka këtë. Gjithsesi, si çdo shenjë, edhe luani ka energji të ulta, që do të thotë le të themi që të gjithë ne kemi pra nga ana e impulseve egoiste, për shembull dominues ose egocentrik, pra ndërkohë luanit i pëlqejnë lajkat, i pëlqejnë që të duket e tjera, po shënim, kur këto janë luani nuk i arrin atë që dëshiron dhe u lëret. Pra kjo ka të bëjmë me impulset tona, pra nga ana e egoizmit. Sigurisht ne nuk do të gjykojmë egon ton, por ne do të ulemi dhe në mënyrë, sepse në fundit çdo gjë që ne kemi kaluar është që na solli këtu, pra është evolucioni i vetë shpirtit, pra ne marrim mësimet e shpirtit dhe sot jemi këtu ku jemi. Pra në këtë rast ne nuk do t'i gjykojmë, as t'i kritikojmë, as të vëmë gishtin këtë të tjerat, apo të shikojmë vlerën këtë të tjerat, apo në shoqëri, thjesht i pranojmë që këto energji, se janë energji, pra dominimi apo egocentrim, pra impulse egoiste, duke dhe në këtë rast të lidhemi me shpirtin ton, sepse shpirti nuk gjykon, zemra është astrale, është neutrale, dhe në këtë rast çfarëdo lloj që ne kemi kaluar, ne do t'i njohim ato që ne na shqetësojnë, ato që ne pra nuk na bëjnë që të rritet energjia jonë dhe shpirti i sjell këto. Prandaj edhe në këtë rast është që përsëri luani na ndihmon, sepse është elementi i zjarit, pra si dielli. Dhe kjo është pak a shumë që nëse ju i keni këto energji, ju jeni një person i fuqishëm. Ndërkohë është që duke qenë se është dhe eklipsi i diellit, pra errësira e diellit, totale e diellit, ka të bëjë me këtë, dhe duke qenë se janë të puthur pra shpirti me mendjen ose dielli me hënën e tjera, gjithsesi çdo gjë ka lidhje, është në këtë rast del e vërteta dhe është me të vërtet
që në këtë kohë e vellot e hijeve të aresës po dalin në dritë, jo vetëm nga ana në shoqëri, që po e kuptoni se i ndërgjej qash më lartë, nga ana kolektive ne kuptojmë që ka manipulime, mashtrime, korrupsione, abuzime në pushtet e tjera, por tani të gjitha këto energji nuk është se i ka krijuar një person vetëm, jemi dhe ne, sepse jemi të ndërlidhur që e lejuam këtë gjë dhe tani në këtë shekull të transformimit, pra të një rilindje të bukurisë së vërtet për të jetuar me vërtetësinë e jetës, është ne do të prekemi që të gjithë në lidhje me marrëdhëniet. Pra do të ketë marrëdhënie, do të zgjidhim marrëdhëniet tona në thellësi, me qartësi dhe me stabilitet të jenë të qëndrueshme, por dhe ndërkohë për marrëdhëniet që nuk na shërbejnë do të ndajemi dhe ndoshta me grupet, me njerëzit, me çfarëdo lloj që nuk ju shërben ju. Dhe kjo vjen për arsye sepse ne jemi të ftuar dhe jeni në këto video që ndoshta e kuptoni që jeni dominuar, ndoshta e kuptoni që nuk jeni parë, ndoshta e kuptoni që nuk jeni respektuar, ndoshta e kuptoni që keni qenë të padukshëm, ndoshta e kuptoni që ju kanë shfrytëzuar, ju kanë dominuar, ju kanë xhelozuar e të tjera, dhe e gjitha është që tani nuk kërkoni po e merrni veten me seriozisht, lidheni me veten tuaj dhe kërkoni që të gjitha këto gjëra, pra këto energji kanë qenë që ne na mbanin të pasigurt dhe tani kërkoni të mbroni veten dhe sigurisht që ju ndihmojeni dhe kjo është që çfarë ndodh duke u lidhur sa më shumë me brendësinë e shpirtit ton, ne do të mësojmë të panjohurën atë që njihet e fshehur që e kemi në brendësi të trupit ton dhe mund të jetë për një pjesë që e mbani mend dhe për një pjesë që nuk e mbani mend. Ato që nuk mbani mend janë gjërat që ne kemi marrë nga paraardhësit tanë, sepse shpirti jeton, është karma i vjetër dhe ka qenë shpirti në nënës time, është në brendësinë time. Pra gjërat i ka marrë që në zorr të nënës, që në bark të nënës, sepse jemi ushqyer me zorrën e nënës. Këtë e dini të gjithë se jeni prindër, keni parë, sidomos ju që jeni gra, po dhe burrat, sepse tani shikojnë, pra sidomos me të rinjt shkojnë edhe kur lind gruaja janë në prani, pra kemi një rritje të ndërgjegjësimit në krahasim me kohën e gjeneratës time të shekullit 20, sidomos të viteve 50 deri në 90. Gjithsesi, kjo sjell në këtë moment ku ne pranojmë të lidhemi me veten tonë, sigurisht që do na sjelli trazira, sepse ne jemi, pra vetëdijsohemi dhe në këtë rast është që të gjithë kujdes mos merrni veprime të nxituara, por në mënyrë strategjike të zgjidhni këto debate, këto konflikte. Pra, sido që të jenë, nëse ju filloni të bëni debate me çdo lloj marrëdhënie që ju keni, sigurisht do të lindin trazira, do të lindin konflikte, dhe në këtë rast do të vinë, do të ndjejnë burrat, do të ndjejnë gratë, pra kur them burra dhe gratë, ne që kemi një eksperiencë me evolucionin ton të shpirtit, pra shpirti ka marrë mësimet e jetës, sepse ky është misioni i shpirtit. Ne kemi ardhur me shpirtin në shfryma dhe fëmia rritet dhe sot ne nuk jemi fëmijë, jemi këtu ku jemi dhe në këtë rast burrat, gratë, por edhe udhëheqësit për të cilën kanë abuzuar në vendin e punës, pra nuk i përshtaten në vendin e punës se kanë abuzuar dhe këto gjëra do të dalin, do të ndjehen. Prandaj është të kuptojmë e gjitha bëhet që të hymë të lidhemi me veten tonë, që të kuptojmë qëllimet e fshehura për të cilën jo vetëm në shoqëri, por edhe në veten tonë, se vellot e hijeve të arresës po dalin në dritë, pra kjo është bukuria e eklipseve, dhe eklipset na sjellin që të gjithë aventurë të re, sido që të jemi, që të gjithë ne kemi aventurë të re, ndoshta zgjohemi, ndoshta rritemi shpirtërisht, ndoshta vazhdojmë drejtimin e qëllimit të jetës, të misionit të shpirtit, që të gjithë jemi unik. Pra kjo është që ne të fillojmë të krijojmë, pra të njehemi me situatën dhe të sjellim ndryshimet që na nevojitet dhe që ne na bën që të rritet koeficienti i dritës, pra ne do të shkojmë, ne do të ngjitemi diku. Tjetër, eklipsi diellor është ka në vetvete dëshira për liri.
Pra gjithmonë, sepse bëhet pra jo vetëm nga ana shpirtërore, por dhe nga ana mendore, pra ndjej që është dëshira për liri. Kuptoni që të gjithë ne që kemi kaluar situata të vështira dhe në këtë kohë konflikte, ne jemi aq të ngopur sa ne tani po kërkojmë të zgjedhim harmoninë, po kërkojmë të jetojmë jetën tonë dhe ky shekull është jeto dhe le të jetojmë. Pra që të gjithë jemi të tillë apo liri, barazi, vllazëri, në fundit ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, në fundit ne kemi familje, edhe nëse keni krijuar romantikun, është prindi i babai i fëmijës, për shembull, sido që jeni të ndarë apo jo, jeni prindër të fëmijëve të tjera, dhe në këtë kohë ne kemi një ndërgjegjësim të lartë, por ajo që kërkoni kur ne lidhemi dhe ndjekim rrugën e zimit të shpirtit, pra si ndryshojnë stinë, ndryshojnë dhe ne, ashtu sikurse dhe fazat e nënësan, por gjithmonë me zimin e shpirtit dhe prandaj jeni këtu, është që një pjesë nga ju, ndoshta ju, jo vetëm që kërkoni harmoni në marrëdhënien tuaj, apo edhe kërkoni të filloni një pra të shijoni jetën, një pjesë nga ju ndoshta kërkoni lirin dhe kërkoni dhe pavarësinë. Dhe në qoftë se e keni këtë liri, pavarësi ashtu si Luani, çfarë ndodh, pra që dëgjoni zemrën tuaj, pra dëshirën që ka zemra juaj dhe jepni atë që zemra dëshiron, ju krijoni bukurinë e jetës dhe si. Ndoshta ndjeni që doni të udhtoni, ndoshta ndjeni që jepni trupit një ushqim me të vërtetë perime, fruta, pra dini të jepni me të vërtet me cilësinë e saj, na ham pak, sepse është energjia jetësore që na drejton. Tjetër është, sepse jemi me trupin, pra duke jetuar me trupin, është trupi e di se çfarë dëshiron dhe çfarë që të gjithë jemi unik. Tjetër, ndoshta dilni, jeni të lidhur me në natyrë dhe bëni ushtrime dhe në natyrë. Ndoshta jeni që kërkoni të takoni njerëz për të cilën kërkoni rritje nga ana shpirtërore dhe profesionale, dhe sigurisht Diana është gati, shkruani me vërtetësi atë që kërkoni dhe apasapi do të merrni përgjigje, jeni të sigurt për këtë. Apo në emailin, se e keni në kanalin YouTube, emailin tim, gjithsesi të kuptoni që të gjithë jeni unik, dhe dëgjoni zemrën tuaj, nuk jeni vetëm, këta e dini që s'jeni vetëm, sepse ne jemi të lidhur. Zemrën, Zotin e keni në zemër. Dhe kur jo thoni ja kam lënë Zotit, është që del nga zemra, por që keni lënë Zotit, por dëgjoni, jeni të vëmendshëm çfarë ndodh me ju në momentin tani. Dhe të kuptoni që Zoti po ju përshpërit, sepse gjithmonë na ka përshpëritur. Tjetër, një pjesë nga ju, ndoshta e kuptoni që keni vlerë dhe për punën që ju bëni, ndoshta shkoni jashtë shtetit, sepse ndjeni që paraja është energji dhe ka vlerë, dhe kur jemi me shpirtin, ne dim ta investojmë këtë energji për të mirën e bukurisë së jetës, për të jetuar me vërtetësi dhe jo me dy fytyra, pra ndryshe në shtëpi, ndryshe jashtë. Kjo me këtë eklips është kthesë e re, është aventurë e re. Tjetër, ndoshta ju largoheni dhe në këtë rast mundet që mund të ndodhi është i lini me lehtësi njerëzit, familjen tuaj, pa vështirësi, sepse keni filluar të ndiqni atë që i vjen ndjek nga zemra, vlerën tuaj, pavarësisht, pra nuk jeni të varur nga shoqëria, por ndiqni atë që ju bën ju, që vjen nga zemra dhe ju jep kënaqësi apasapi. Ndërkohë e gjitha është, duke qenë se është pikëtese, ndoshta e kuptoni që doni të lini një herë për gjithmonë njerëzit që kanë dominuar, që nuk ju kanë respektuar, xheloze të tjera, dhe mbi të gjitha ndoshta e ndjeni që keni lënë jetën e vjetër, pra veten tuaj të vjetër si dikur, pra me një fjalë që të gjithë jeni unik. Tjetër, në këtë datë sot është dhe datën 13, unë i kam parë dhe vitin e kaluar dhe para 2 vjetësh, është shiu i meteorëve, pra vinë në një shpejtësi, janë energji, drite për të cilën eci me shpejtësi dhe sigurisht që fiket. Në momentin që ju i shikoni, bëni urimin tuaj nga zemra juaj, çfarë dëshironi në këtë jetë, që vjen nga brendësia e zemrës,
që të gjithë e doni, dëshironi atë që dëshironi, bëjni me këto dhe ndërkohë ju do të ndihmojeni se përsëri në mëngjes do të regjistrohen 6 planete dhe në shkurt ishte jo vetëm hëna e plot në Luan, për të cilën është me të vërtetë një shkurt që e kaluan para 6 muajsh, sepse ishte eklipsi, ashtu sikurse edhe errësira e pjesme e diellit në hënën e re në ujor, është në shkurt, pra edhe në atë kohë që edhe qenë 6 planete të rjeshtuar, 6, dhe në këtë rast në shkurt ishte planeti Venus, ndërsa tani është, kush janë, unë kam bërë video për para, por tani është Mërkurri, është në shenjën e Luanit dhe ka hyrë para 2 ditësh, është Marsi, për të cilën hyri dje, dhe është në shenjën e Akrepit. Më falni të gafore, sepse Akrepi e Gaforja janë të elementit të ujit. Ndërkohë është Jupiter është në shenjën e Luanit, kaloi në fund të qershorit dhe është deri në korrik të 2027-s. Tjetër është Saturni dhe Neptun në shenjën e Dashit, ashtu sikurse është dhe Urani në shenjën e Binjakut. Që të gjitha këto 6 planete na ndihmojnë në momentin që ju jeni të hapur për të zhvilluar mundësitë që ju keni dhe që buron nga thellësia e zemrës, ju ndihmojnë, ju nuk jeni vetëm, pra a jeni të hapur të filloni të zhvilloni mundësitë tuaja për atë që ju dëshironi dhe që buron nga zemra juaj, sigurisht ju ndihmojni, pra por askujt nuk I preket liria, prandaj është dhe ajo që bëra pyetjen në fillim që ti jepni përgjigje. Ndërkohë është e fundit, bëhet fjalë për jetën e dashurisë, për jetën me marrëdhëniet që ne kemi, për përvojën që ne kemi me flakën tonë binjake. Çfarë do të thotë kjo është? Të kuptoni që të gjithë në këtë kohë na ndihmon edhe Perëndisha Juno. Perëndisha Juno është e marrëdhënieve, është e martesës, është e shpirtrave binjak, sepse kjo Perëndesh Juno ka jetuar vetë, pra I mbron martesën, fëmijët e tjera, sepse ka jetuar vetë, dhe mos ju vi çudi që e keni përballë. Ka jetuar vetë në marrëdhënie, pra martesore, dhe në këtë rast ka vuajtur gjithsesi na ndihmon nga eksperjenca e saj që kërkon që ne të jemi në marrëdhënie me aftë, të shikojmë me afat gjatë dhe të mos nxitojmë për të marrë vendime, por gjithsesi duke qenë shënim, duke qenë se është në shenjën e Bricjapit, dhe Bricjapi nuk ka të bëjë vetëm me karrierën tonë, por ka të bëjë edhe me marrëdhëniet tona, sepse ne jemi të lidhur dhe këtë karrierë apo punë apo që ne kemi dhe me të tjerët, ndoshta punoj për vete, ndoshta punoj për të tjerët, e të tjerë, pra jemi të ndërlidhur, është në këtë rast edhe në lidhje me marrëdhëniet do të ndjehet në këtë eklips marrëdhënie, pra ftohtësi, pra do të ndjehet një lloj ftohtësie. Gjithsesi të kuptoni, sidomos me marrëdhëniet romantike, dhe në këtë rast kur flas me marrëdhënie romantike, është edhe vetja ime, se dhe unë jam romantike, në këtë rast ndoshta nuk është nga ana që ta shikoni romantike nga ana seksuale, në mënyrë fizike, por të kuptoni që romantike është kur jemi me gjithçka. Diana është vërtet që unë jetoj vetëm, por nuk jam e vetmuar, unë jam e lidhur unë flas me kafshët, unë flas me mjedisin, unë flas me qiellin, me tokën, unë flas me gjithçka, me plot fuqitë jashtëtoksore, me veten time, se jam me të vërtet jam alien, shikojni sigurisht jam shpirti vjetër, dhe po të shikojni damarët e mi të trupit, jam të mbushur me dritën e energjisë jetësore, me energjinë e pastër të trupit tim që shkëlqen. Gjithsesi flas për veten time për arsye sepse jam krenare, që jam e lidhur me plot fuqitë ynore të pastra jashtëtoksore që nuk ndërhyjnë
në jetën tonë, në karmën tonë, por jemi ne, isha unë e lirë apo dhe ju, që jemi të hapur, që të ndihmohemi nga këto fuqi të pastra jashtëtoksore, për të cilën, kur ne jemi të hapur dhe ne ndjekim dhe kërkojmë vërtetësinë e jetës, të njohim të panjohurën e vetes tonë, edhe pse është e vështirë, lënduse, gjithçka bëhet fjalë, që ne do të ndriçohemi dhe ndoshta një pjesë nga ju e keni arritur këtë. Pra që do të thotë marrëdhëniet me vete, me romantike, me dashurinë që ju keni në krah romantike, me veten tuaj, me marrëdhëniet me shtëpinë, me shoqërinë, me këdo që keni, ashtu sikurse edhe për një pjesë nga ju që keni planuar në mënyrë vullnetare, të lirë, të ndriçoni dritën e vërtetësisë së jetës, së magjisë së pastër, të ekuilibrit të gjithçkaje, pra që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe në këtë rast është përvoja e flakës binjake, që dhe gjithë ju që ndiqni këto video, ju e keni këtë, pra ju jeni, sepse e ndjeni, nëse rezononi me Dianën, sigurisht, apasapi çfarë ju ndiqni, është buron nga zemra juaj, pra shpirti juaj ju drejton, dhe ju, ne nuk kemi që vetëm, ne nuk jemi vetëm, dhe ne do të vdesim, po asnjëherë të qenë vetëm, qofshin romantik, qofshin me njerëzit që ne jemi, qofshin dhe me veten tuaj, sido që të jemi, ne kur nuk jemi vetëm, dhe jeni në moment prezencë, sepse është një energji aq e fuqishme, aq e pastër, aq e mrekullueshme, për të cilën janë dy rrugë, o dhimbje, o do të ecim përpara me ndryshimet e transformimit të këtij shekulli sa të rëndësishëm, aq edhe madhështor, jo vetëm të hapjes së zemrës që do të lidhemi me dimensionin e 5, që do të thotë ne nuk është se do të lejmë dimensionin e 3, se ne përjetojmë në dimensionin e 3, ne do të transformojmë energjitë që nuk na shërbejnë më, pra energjitë që na pengojnë për të ecur përpara, dhe në këtë rast të kuptoni që në momentin që do të ndjeni është, pra që të gjithë me veten tuaj, me të tjerët, me çdo lloj marrëdhënie, se ne jemi të ndërlidhur, apo me përvojën me flakën, është zemërimi. Sigurisht që do ju dali zemërimi, dhe në këtë rast është ku flas njëri person, pra mund të jetë mendja, mund të jetë shpirti, dhe kur them mendja, jemi që kemi marrëdhënie me të tjerët, se kemi pasur, pra që fëmijë deri më sot, kemi patur këto marrëdhënie, pra ndërlidhje. Dhe në këtë rast njëri person, mendja ose shpirti, është shikon veten e vet. Pra në këtë rast është i lidhur me veten e vet, dhe ju injoron ju e të tjera, pra që të gjithë, pra nuk është i mjaftueshëm për ju. Ndoshta për një pjesë nga ju kërkoni tani të hyni, jeni bërë të ditur dhe jeni në, pra diskutoni në marrëdhënie me veten, me të tjerët, apo me përvojën me flakës tuaj, pra në brëndësi të vetes tuaj, ndoshta ndjeni që ka konflikte, dhe këto konflikte ju bëjnë që ju të jeni pak i ftohur, pra të distancoheni, të jeni të ftohur, dhe kjo bëhet me qëllim që ne të lidhemi me veten ton, me qëllim që të ndjejmë atë çfarë na sjell zemra jon, si e ndjen zemra jon, dhe kjo do të ndodhi vetëm duke u lidhur me veten ton në thellësi. Tjetër, ndoshta është, pra ju do të situash do të ndjeni një lloj plotësie, pra përkohësisht jeni të distancuar. Tjetër mund të dali faji, fajsoni veten që jeni njëri, kushdo që tjetë mendja ose shpirti, pra marrëdhënie që ne kemi me të tjerët, që ju sjell shpirti se jeni unik, ndoshta ju sjell fajin që je e pa mjaftueshme, që je inferiore e të tjera, pra njëri nga ju mund të jetë inferior. Gjithsesi të kuptoni, e gjitha bëhet që ne do të ulemi me veten ton, dhe në mënyrë fleksibël të ndjejmë ato që shpirti na sjell, sepse ne nuk jemi vetëm, ne ndihmohemi me qëllim që të diskutojmë për atë çfarë ndjejmë ne që nuk ndjehemi mirë, dhe çfarë ne ndjejmë që ndjehemi mirë, atë që ndjehemi mirë ta ndjekim hapasapi, atë që nuk ndjehemi mirë, që zemërim, është pajësim, është frikë, është urrëtie, e të tjera çfarë ju ndjeni, pasiguri e tjera,
është që t'i ndjejmë këto, pra duke diskutuar me njeri tjetrin. Dhe vetëm kjo është mënyra për të cilën ne vetëdijsojmë, pra ta pranojmë me vërtetësi, ta njohim me vërtetësi, t'i japim mirësi, edhe nëse na kanë lënduar, edhe nëse kemi lënduar, sepse nuk jemi perfekt, ti falim dhe me dashurinë e zemrës, se zemra e bën këtë, t'i lëm të shkoj. Tjetër është që mund të keni një distancë fizike me romantikun tuaj ose me veten tuaj, sepse mund t'jeni angazhuar të merreni keni shkuar jashtë shtetit. Për të bërë atë dhe në këtë rast ke një shkëputje fizike nga personi dhe mund të ndjehet e trishtuar. Atere që të gjithë jeni të ftuar që të lidheni me veten tuaj. Pse? Se çfarë ndodh? Në momentin që personi ka ikur jashtë shtetit, pra ke një distancim fizik, çfarë ndodh? Ti e kalon kohën me shoqërinë tënde, duke ngrënë për restorante ose në tetash, apo me grupin tuaj, apo çfarë do lloj me familjen tuaj tjera. Pra, si thua, atë trishtimin që ndjen nga kjo shkëputje, distancë fizike, e kalon nëpërmjet ose një pjesë nga ju duke u marrë me show, me televizorit të tjera që të gjithë, por në këtë moment ju thirret që të gjithë që ndjeni këto lloj shqetësime, që të lidheni me veten tuaj, pra të rriqeni dhe të zgjidhni problemin, nga ju vjen pikëllimi. Por që të arrini të zgjidhni pikëllimin, ja u them, ju duhet të uleni me veten tuaj, të gjini kohë dhe të jepni vetes, edhe pse jemi të zënë me jetën e ditës, sepse do të vazhdojmë, do jetojmë jetash në këtë tokë, përsëri të gjeni veten dhe t'i jepni përgjigje pikëllimit tuaj, ashtu sikurse edhe tjetrës. Ndoshta ju djeg zemra dhe t'jeni të lirë, të hapur në univers, sepse universi ndjen, gjua e universit të ndjeshmëria. Pra, nëse shpirti të sjell diçka që duhet ta bësh dhe e ndjen dhe ke mundësi ta bësh, sigurisht jeni të ftuar që të filloni hap pas hapi, jepi një mikrofon shpirtit tënd. Fol me veten tënde, fol ku je, fol me ditar, fol lidhu me në natyrë, shikoje qiellin, shikoje gjithçka, sepse është informacioni që ju merrni. Çdo gjë që ju shikoni dhe ju a bëni wow, është ajo që ju drejton shpirti juaj dhe merre përgjigjen dhe kjo ju bën që ju të vetëdijsojni. Sigurisht që të gjithë ne kemi telefon. Telefoni është një mrekulli dhe ka të bëjë me atë që jo vetëm ne të lidhemi, se ne jetojmë në gjithë botën, janë jashtë shtetit, po unë lidhem me motrat e mia, me njerëzit e mi, me njerëzit, unë nuk kam shumë shoqëri, por atë që e kam me të vërtetë që ndjehemi dhe japim respekt për njëri tjetër. Kjo nuk do të thotë që unë të shqetësoj edhe në këtë rast dhe fëmijën tim, ai ka jetën e vet, por kjo nuk do të thotë që unë nuk shkoj, pra që të gjithë jemi unik dhe të respektojmë njëri tjetrin, lirinë e njëri tjetrit dhe të mësojmë që në telefoni nuk ka të bëj se shkove në pushime dhe vetëm qëndron duke treguar, ekspozuar se çfarë po bën çdo ditë. Është drejta juaj, është liria juaj, por mos harroni se nëse ju harxhoni kohën vetëm me këtë mënyrë, duke parë jetën e të tjerëve, ju po harroni të jetoni jetën tuaj. Ju po harroni të jetoni, okay, pushimet janë 5 ditë, 1 javë, 10 ditë, 2 javë. Vazhdimin e jetës, ju harroni të ndjeni shpirtin tuaj, pra ju shikoni jetën e të tjerëve. Nëse Diana do filloj të merret me përgjigjen se si jeton gjithë fisi im, ku e kam kohën time? Prandaj jeni të vëmendshëm, është e vërtetë që telefoni duhet, bëni pyetje dhe jepini përgjigje për atë që ju me të vërtetë kërkon shpirti juaj. Kjo nuk do të thotë që ne do të shkëputemi nga njerëzit tanë apo nga fisi jon, por në fund të fundit që të gjithë ne do të kontribojmë për atë që kam mundësi. Dikush është që shkruan, dhe sigurisht e shkruan në Facebook, është një mrekulli nëse ju doni edhe ndjeni që të krijoni. Dikush në Instagram, dikush, unë jam për komunikim. Dhe kjo është që unë komunikoj, dhe kjo është mundësia ime, është komunikimi direkt me ju nëpërmjet
kësaj mënyre që veproj. Të jeni të sigur që unë ndjek marr informacion, por në momentin që unë e dëgjoj që jep roboti jep në mënyrë të përbledhur se çfarë thot Diana, unë të më falni, unë direkt e mbyll sepse nuk ka ndjeshmërinë. Nuk e ka ndjeshmërinë, është robot. Pra e ka zgjuarsin nga ana mendore, sepse jep atë që jep Diana, por kur e shpreh, ndjehet, nuk ka emocion. Pra e gjitha kjo mrekulli, kjo aparat, kjo zhvillim i inteligjencës artificiale është një mrekulli, por jo të jeni të varur, jeni bërë makinë. Sa kur isha në plazh në liçen, të gjithë që i shikoja është e drejta e tyre, vetëm me telefon, sinqerisht, edhe aty, që ka një zhvillim, por njerëzit kërkojnë përsëri të shikojnë jetën e të tjerëve, dhe nuk arrin të shijojnë në momentin prezencë, po a ishte burre grua, apo me fëmijët, telefon, sigurisht nënat i shikojnë fëmijët, edhe babat, nëse ka një zhvillim, por pjesën ndërmuese e kanë me telefon. Edhe kur ecin me qenat me telefon, sigurisht telefoni duhet se na njofton, na njeh me rrugë, na njeh me situata, na njeh, por jo të bëhemi robot. Roboti na ndihmon që ne të na i bëhet puna e lehtë, për shembull ku bëni pazar, janë makineritë që tani nuk pret radhën që të presi një shitse derisa të vi radha, por direkt shkon edhe mbaron punë duke punuar me robotin që të paguash dhe vazhdon, apo në për sisteme ndërmarrje të tjera. Gjithsesi, unë nuk jam këtu për inteligjencën artificiale apo robotin, sepse këto janë njerëzit që e zhvillojnë këtë shkencë, por t'jeni të sigur që mënyra e përdorimit të këtyre mrekullive janë për lehtësinë e jetës tonë, dhe jo që të bëhemi makineri. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.